Misafirin e parë cilin do e kemi këtu në studio na vjen nga Sistina, aty ku shkojmë për të gjetur zgjidhje për hallet tona, po edhe pse jo, gjithmonë ne kemi thënë këtu kur bëhet fjalë për tema të mjekësisë, diagnostifikimi është shërimi ndoshta më i lehtë, po mjeku do të na flet pak më shumë në këtë drejtim. Do flasim pak më shumë për kataraktën, për simptomat, diagnostifikimin, tretmanin e kataraktës së bashku me Ilir Osmani, i cili është specialist oftalmokirurg dhe na vjen nga Sistina Oftalmologji. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Do flasim pak për kataraktën, një temë shumë specifike, sytë, ata që si sytë e ballit, siç themi, si i ruajmë, duket nuk ruajmë asgjë tjetër. Po, për ndryshe para se të filloj, më duket se intervistat e mia të para, sa i përket mjekësisë them në oftalmo, i kam bërë pikërisht në Alsat. Po ka një kohë gjatë që nuk i më qenë vjen mirë për ftesën. Po, shikoni, sa i përket të them ashtu smundjeve të syrit, katarakta është një gjendje, ne i them smundje, nuk është smundje, është një gjendje e cila lajmërohet kryesisht në moshët e vjetra, më vonë, them është një gjendje patologjike e cila tani kohët e fundit, më thonë, lajmërohet edhe ndoshta më shpesh, po edhe diagnostifikoj më herët, edhe në shumë raste të ralla lajmërohet në moshat më të reja, pra mos t'i frikojmë njerëzit se nuk është smundje, po është një gjendje fiziologjike e cila lajmërohet me moshë. Nëse s'jam gabim, populli e njeh si perde e syve. Po, ajo është vetë fjala perde, që njëfët është një mjegullim, një pengesë që e pengon pacientët apo njeriu të sheh. Kështu që ne do vazhdojmë ta sqarojmë gjithë këtë, se cili është tretmani, simptomat edhe kështu me radhë, mirë, po cilat janë ato patologjitë më të zakonshme tek pacientët e moshuar, doktor? Përveç kataraktës, pra e cila është më e shpeshta, patologjitë tjera janë të zakonshme, them ashtu smundjet e syrit që janë konjunktiviti apo një infeksion që mund të jetë me sezone që lajmërohet. Po ajo që është tani gjendje epidemike, them ashtu, është pikërisht smundja e diabetit dhe ndryshimet në sy nga diabeti. Them ashtu, pas kataraktës është gjendja më e shpeshtë dhe të pacientët që kanë diabet dhe lajmërimi i kataraktës është më e shpeshtë. Për atë për momentin ajo smundjet e syrit nga diabeti apo retinopatia diabetike dhe katarakti janë një ndër smundjet më të shpeshta. Po, ne do fokusojmë pak më shumë te katarakti. Ju përmendet pak më parë që të moshuarit janë ata ndoshta grup mosha më e etiketuar, por pse jo edhe pak ndoshta pak më të rit. Kur fillojmë, në cilën moshë shohim shfaqjen e kataraktës? Po, kryesisht lajmërohet përpara, them ashtu, kryesisht lajmërohet pas moshës 50 vjeçare. Në shkallë më të vogël, po pas moshës 60 vjeçare vetëm është më e shpërndar te pacientët, po sigurisht se pacientët, po njerëzit e ato kur i mbushin diku 42-3 vite, atë duhet të lajmërohet oftalmologu, për shkak se atëherë fillon edhe pengesën të pamur për afër. Po edhe në çdo moshë, sidomos në moshën në dekadën e 5 të jetës, kur fillon të lajmërohen këto ndryshime ose për larg nuk sheh pastër ose një pamje mjegulluar, atëherë duhet lajmërohet më njëherë te oftalmologu dhe të zbulohet them ashtu me kohë që nëse ka paraqitje të kataraktës. Ju përmendet pak më parë diabetin, po cilat janë ato shkaqe që katarakta paraqitet tek njerëzit, tek pacientët? Tash katarakta është një smundje idiopatike që lajmërohet nga shumë shkaktar, po kryesisht lajmërohet nga mosha. Pas e mund të sjellin lëndimet e ndryshme, sigurisht në disa vende endemike, po kryesisht lajmërohet në të gjitha vendet. Në disa vende them ashtu endemike, supozohet, besohet, mendohet se mund të ketë ndikim edhe ekspozimin në diell, pastaj ushqimet e ndryshme, pastaj marrjen medikamenteve të ndryshme, po kryesisht është një gjendje, është një smundje që lajmërohet me moshë. Pra mosha është shkaktari kryesor. Mosha është shkaktari kryesor. Unë për vete shumë shpesh kam dëgjuar njerëzit që në familje të afërt që thonin do të shkoj do ta operoj perdën e syve. Të flasim pak më shumë për operimin? Po, gjithsesi ajo që është interesante, them ashtu prej në fillim kur kemi filluar të operojmë, themi ne me kolegët e mi, pacienti diku më kujtohet kur e kam filluar specializimin se pacienti ka qëndruar në spital dikun me ditë
për shkak të operimit kataraktës. Tani operimi kataraktës për kaq një kohë të shkurt kam bri për një intervenim them ashtu me fjetje 5-6 net deri në një javë. Tani është intervenim i cili kryhet brenda ditës. Them brenda ditës për shkak se gjithë kjo them kampanja për reklam që bëhet, po edhe informimi edhe në media dhe në internet, edhe pse unë i thon pacientëve është mirë të informohen, shumë që janë të informuar, po të mos i besojnë doktor Google-et. Ajo që ne kemi arritë në këtë periudhë është prej një kur ka qëndruar pacientit në spital me ditë, tani e ka për shembull e ka terminin në ora 10 edhe ai do në ora 10:30 të shkon në shtëpi. Pra është intervenim i shpejt, i cili kryesisht në shumicën e rasteve kryhet brenda 15 deri 20 minutave. As gjatë intervenimi, pacientit pushon në 5 minuta 10 spital edhe shkon në shtëpi, që është vërtet një arritje shumë e madhe, po ka ndryshuar edhe metoda e mjekimit, nëse përpara pacienti është operuar më vonë, tani operohen më herët edhe ka ndryshuar mënyra e mjekimit, që është vërtet një arritje e madhe, them ashtu. Kjo është pyetja ime, sepse kur mendon operim në sy, mund ta mendosh çdo pjesë të trupit, edhe patjetër është edhe shumë mirë, po kur e mendon që në sy diçka do të hyjë, a ta zhdukim pak atë mitin, a ka dhimbje në sy? Jo, në parim, po është vërtet shumë është interesant se në disa raste pacienti më thotë, dëgjoj doktor, bëhet fjalë për syre, po me di punojmë ato që 20 vite. Inervimi në pjesën e syrit, në kornet, ku bëhet intervenimi, ne i vëm anestezion vetëm me pika. Në thënë shumicën e rasteve, vetëm me pika, është anestezion lokal, që pacienti nuk ndin asgjë. Jashtë asaj pjesë frikës. Në disa raste, kur presim që të jetë intervenimi do të zgjasë më tepër, atëherë japim në disa raste anestezion të potencuar, ashtu vetëm me që pacienti më i qetë. Po në parim nuk dhëmb, nuk mund dhëmbe, nuk dhëmb për shkak të vetëm anestezionit lokal. Kështu që edhe të gjithë pacientët apo njerëzit që ndëgjojnë dhe kanë katarakt, të mos frigohen, edhe është vërtet kjo se ajo përhapet dhe thotë isha brenda ditës ose brenda gjysmore një orë shkova në spital u ktheva dhe u hap syri. Edhe kjo e bën ato që shumica e njerëzve që janë të informuar, vërtet është pa dhimbje, është i shpejt edhe është me të vërtet një për operacioneve më të suksesshme që bëhet në oftalmologji. Pra, pacienti bukfalisht mund të sheh pas operacionit me njëherë ose pas ca kohe? Vetë fjale e përmendet merret është perde. Pra ne kur e mbyllim perde nuk shohim jashtë. Edhe kur largohet ajo sheh me njëherë. Normal varet se në çfarë niveli është, çfarë shkallë është katarakta, po definitivisht nëse është e mbyllur, pacienti sheh me njëherë. Me njëherë sheh, varet prej zgjatjes, sasisë ultrazot që përdoret, po pacienti vjen me sy çelur, nuk sheh fare dhe automatikisht pas operimit i hapet syri, heket perde dhe fillon me pa me njëherë. Dhe fillon një jetë ku sheh pa pengesa. Dhe fillon një jetë pa pengesa, po. Mjekësia është e mbushur me mite, ashtu siç mund të jetë çdo sferë e jetës, dhe një prej tyre është pjekja e kataraktës. A duhet pacientët të presin që të piqet katarakta? Jo. Para nëse do të mbajmë diçka në mend nga ky emision, them ashtu në përmenda më herët se në fillimin tim, atëherë kur ka qenë mjekimi me ditë, tani është me orë. Pra atëherë është prit për shkak se ka ndryshuar mënyra operative. Atëherë ka qenë mënyrë tjetër, është bërë me instrumente tjera dhe është dashur, atëherë them më herët, është një ekstraksion i jashtëm, i cili është dashur të pritet që të piqet katarakta. Tani jo. Tani çdo piqje e kataraktës mund të sjellë komplikime edhe probleme, pra pacienti nuk ka nevojë të pres, duhet të operohet, sa më shpejt kur vjen koha, por sa më shpejt më mirë, për shkak se zgjat më shkurt, harxohet më pak ultrazë dhe efektet janë shumë më të mira, po ajo që është më rëndësi të ceket se tani përpara ka qenë më rëndësi vetëm të largohet kataraktë, vetëm të largohet perde që pacienti të mund të sheh. Dhe pas operimit pacientët kryesisht kanë përdorur syza, edhe për larg, edhe për afër. Tani operimi i kataraktës ka kalu prej eliminimit kataraktës, prej hiqjes së perdes në kirurgji refraktive, se në të njëjtën kohë
e heqim perdët, po të njëjtën kohë i eliminojmë edhe syzët. Tani është një gamë e madhe e thjerrzave, unë vetëm shkurtimisht i përmendi, pra ne kemi thjerrza monofokale dhe multifokale. Ku është dallimi për me njohë se shumica e pacientëve është pak është abstrakte, kështu ku shpjegohet, po kryesisht nëse vendosim një thjerrë normale, the monofokale, atëherë pas operimit larg nuk do të përdorim syza, po për afër do të përdorim. Duke pas parasysh që tani edhe lajmërimi i kataraktës ka filluar të zbres më poshtë, moshën 45, 50 kryesisht, atëherë është koha më produktive dhe kur njerëzit fillojnë të kenë probleme për afër. Dhe ne e dim tani, puna më e madhe është me kompjuter, me laptop, në telefon është në afërsi. Dhe nëse ne vendosim një thjerrës thjesht, nuk është e thjesht, po është thjesht monofokal, është më standarde, atëherë pacienti larg do sheh, po afër dhe në kompjuter nuk do të sheh. Kështu që tani ka një gamë, janë thjerrëza multifokale, pastaj janë monofokale me extended range, me një diapazon më gjatë. Për pacientët, ajo që duhet të them, kur bëhet fjalë për multifokale, është thjerrëza e njëjtë. Është procedura e njëjtë. Vetëm në momentin i implantimit të thjerrës, atëherë pacienti fiton sheh pas syze larg, sheh afër, po sheh edhe në mes. Pra, derisa përpara kemi bë matjen edhe e kemi vendosur për një numër thjerrësh që implantohet, tani është një gamë e gjerë. Tani është bë individuale për çdo pacient që vjen te unë, përveç që kur ka diabet, atëherë edhe atje varet në çfarë shkallë është. Nëse është diabeti i stabilizuar, atëherë mund të vendosin thjerrëza të tjera, nëse jo, atëherë varet vendoset një thjerrë që është adekuate. Ajo çka duhet të them që duhet unë zakonisht para se me vendos për katarakt për të operohet, me pacientin bisedojmë ndoshta shoh 2 herë, nuk vendosim më 1 herë. Pra, të shoh mundësitë dhe opsionet se kjo operohet vetëm 1 herë. Mund të hiqet thjerrëza ndrohet, por shumë e të komplikuar dhe nuk ja vlen. Pra, më mirë është presim pak, të mendojmë çka fitojmë. Dhe kryesisht është individuale. Dhe për çdo pacient ne kemi tani edhe në mosha të shtyra kur ai do të merret me aktivitet sportiv, nuk do të mban syza, dhe nëse është syri në rregull, vendosim për thjerrëzë multifokale dhe ata nuk bajnë syza. Janë pikërisht unë i kam operuar vetëm prindërit e mej, të cilët mbajnë thjerrëzën multifokale dhe nuk përdorin syza as për afër as për larg. Pra, kjo nuk kupton, nëse një pacienti implantohet një thjerrës multifokale, ata më vazhdojnë jetën pas syze. Po, një pacienti që implantohet thjerrëza multifokale, ata në 99% të rasteve të kohës nuk përdorin më syza as për afër, as për larg, as për distancën e mesme. Shikoni, afërsia është kur lexojmë, po përdorimi i kompjuterit është një distancë mesme, ku thjerrëza për larg nuk e rregullon ato. Ka raste që për atë pyes profesioni, është punon tani gjethërim kompjuter, po dikush është IT, punon me kompjuterit tanko, nëse vendosim aty një thjerrës monofokale, duhet të mban syza për afër për me lexu, edhe një palë syza për me punu në kompjuter. Edhe për shembull laptopin e mund të afrojmë, po kompjuterin nuk mund. Për atë ka thjerrës, një thjerrës adekuate speciale, e me multifokale ne i rregullojmë gjitha ato probleme. Dhe kjo është momenti kur pacienti është shumë e rëndësishme që të jetë në konsultim dhe të dëgjojë këshillën e mjekut. Po, pikërisht se tani çdo thjerrës i ka përparësitë edhe i ka mangësitë e veta. Thjerrës ideale nuk ka. Ideale marr kuptimin për atë thash është individuale për çdo pacient dhe për çdo person. Për shembull, ne kemi, nëse më vjen një shofer, aty i vjen pamje për larg, i vjen mesme, për afër nuk i vjen shumë. Atëherë është një bisedojmë për një thjerrës që është adekuate për to. Nëse vjen një profesor universitar, i cili është në pension, tani jetën ka lexuar, aty largësia lën rol, po jo shumë, aty i vjen për afër. Atëherë për ato e gjejmë një thjerrës që është më adekuate për afër dhe për distancën e mesme, pra është custom, është individuale, biseda shumë e rëndësishme, ta dim çka fitojmë, edhe thjerrëzat multifokale mund të kenë disa të komplikime, nuk janë të përshtatshme për shofera, nuk janë të përshtatshme për pilotat të aeroplanit, po për atë them është një gamë e gjerë tani e thjerrëzave, ka shumë thjerrëza, ka shumë mundësi dhe është bë individuale për çdo pacient. Ja shpjegoj të mirat, të këqijat, çka fitojmë edhe të bashkërisht e vendosim për një thjerrës ideale që është për atë person, pacient.
Kur po flasim për sëmundjet ose çrregullimet e ndryshme ose shfaqjet e ndryshme në mjeksi, gjithmonë po themi që mosha po ulet. Po ulet dhe shfaqja po ndodh sa tash më herët. Kjo është pak fatkeqësi, mirë po cilat janë ato simptomat e para që secili nga ne duhet t'i ketë në mendje dhe thotë, ok, kjo ndoshta mund të jetë perde. Në fillim, pra varet ku fillon perdja. Nëse fillon në periferi anash, atëherë ka njerëz që kanë perde, por nuk e vrejnë, për shkak ne shohim në qendër. Nëse fillojmë të shohim që larg të fillojë dobësohet pamërit. Nëse shohim me një pozitë pamërit, të shikojmë anash, shohim paraqitje mjegull e përhershme, se ne kemi nga një lajmërohet mjegulla edhe hiqet, mund të janë sytë e thatë, mund të jetë diçka brenda në sy e cila kalon, por nëse e kemi një hije ose e shohim që larg nuk shohim mirë, ose edhe afër nuk shohim si përpara, atë duhet të lajmërohemi te oftalmologët se kryesisht mund të fillon. Nëse kemi lajmërimin e perdës në qendër të syrit, them ashtu thjesht, jo të syrit në thjesht, atëherë shumë shpejt mund të zhvillohet dhe atëherë normal mbyllet. Shumica e njerëzve nuk e vrejnë, e mbyll rastisht një sy, unë nuk shoh me këtë sy. Pra çdo pengesë, çdo ndrrim, edhe pse me moshë normal dobësohen muskujt, po çdo pengesë që nuk e kemi pas më herët në të pamur, atë duhet të lajmërojmë të bëjmë një kontroll te oftalmologët dhe me një kontroll, them thjesht, po me një kontroll pak më të detajuar, me përdorimin e pikave, me zgjerimin e bebsës, atë ne shumë lehtë mund ta diagnostifikojmë që pacienti ka paraqitjen e perdës dhe të intervenojmë me kohë. Do i rikthehem prap momentit të operimit, sepse ai është, le të themi kështu, moment shpëtimi. Pas sa kohë pacienti mund t'i rikthehet atyre aktiviteteve, ju përmendët sportistët, ndoshta duan t'i kthehen futbollit ose diçka. Ku mund t'i rikthehen pacientët? Në kushte normale them ashtu, nëse operohen të nesërmëve mund të dalin në punë, aktivitete sportive ndoshta brenda një jave, një 7 ditë, pushim 10 ditë, po pacienti nëse kalon mirë në operim, atë ditë që operohet, të nesërmën mundet rrisht ta vazhdon punën. Ndoshta ne japim 1-2 pushim, për shkak të kujdesit pak në higjenë, të përdorimit të pikave pas intervenimit, po në parim të nesërmën mund të vazhdon aktivitetin normal jetësor. Pas një operimit të suksesshëm, mundet që katarakti të rikthehet? Kjo është pyetje shumë e shpesht. Tani të mbajmë mend edhe një gjë, të bartim në shtëpi, është që kur operohet një herë katarakti nuk mund të lajmërohet më. Për shkak se katarakti do të thotë mjegullimi i thjerrzës tonë natyrore që e kemi ne. Me mjegullimin e saj, ne atë e largojmë me ultrazë dhe implantojmë një thjerrzë artificiale brenda, e cila na mundson neve të shohim larg, afër, varet prej thjerrzës që i përmendëm monofokale, multifokale, dhe perdja nuk mund të lajmërohet ajo që ishte. Po ajo që mund të lajmërohet edhe në literaturë, edhe në popull brenda si katarakt perde e dytë, ajo mund të lajmërohet një mjegullim i thjerrzës artificiale që implantohet për shkaktarëve ndryshëm, mos pastrimi i mirë kur është operuar ose reagimet të organizmit të njerëzit, në disa raste mund të lajmërohet, paraqitet si fibrozë e pasme, them ashtu, e thjerrzës, po ajo nuk është katarakt standarde, është një gjendje që mund të lajmërohet brenda 1 deri në 5 viteve, të dikush edhe më herët, po ajo largohet me një intervenim të thjesht me laser, shkrihet, pastrohet, lahet, apo si ta quajmë ato, eliminohet dhe pastaj kthehet pamërit. Po perdja nuk paraqitet më. Unë jam e fascinuar me atë se sa ka arritur teknologjia dhe ne kemi mundësi që brenda vendit me kaq teknologji zhvilluar të ndikojmë tek syri, të rikthejmë shikimin atë që e kemi ndoshta më të shenjtin, edhe të mos kemi kështu pasoja fjetje një javë në spital edhe kështu me radhë. Doktor, kur duhet ne të fillojmë të kemi ato shqetësimet e vogla për syrin, që të fillojmë të bëjmë kontrollat e rregullta te ju, te specialistët e syve? Po, shiko, tani shumica e njerëzve spaku vinë një herë, tani është një gjë shumë e mirë që edhe themi për fëmijët që shkojnë në klasën e parë, që fillojnë edukimin në fillore, është obligueshme të bëjë një kontroll të oftalmologut që është shumë mirë. Është pak vonë në disa raste, për shkak se është mirë që kur ka fëmijë, spaku në moshën 3 deri në 4 vjeçare, të bëjë një kontroll të oftalmologut. Po dhe kjo për klasën e parë ka mirë, se atëherë mund të gjenden anomalitë ose që ka
personi sy. Nevoj për syz ose të korrigjim të pamërit e ashtu diçka. Po, shiko, nëse çdo pengesë që lajmërohet, pas moshës 22-23 vjeçare, çdo kush duhet të bëjë një kontroll të oftalmologu, sepse mund të fillojnë ndryshimet, lajmërimin e në një shtypje në sy, gjendje të ndryshme, dobësimi për afër, pa është mirë të bëhet një kontroll, atëherë në kushte normale në atë moshë, po edhe në çdo moshë, çdo pengesë që lajmërohet, lajmërimi i pikave, lajmërimi i hijes, do një diskomfort, kemi pengesë që përmendan të pamërt, atë është mirë të bëhet një kontroll të oftalmologët, tani kemi edhe spitale dhe ambulanta, gati në çdo vend ka, kështu që është mirë të bëhet një konsultë me oftalmologun. Doktor, ne jemi drejt fundit të bisedës së bashku, nëse keni ndonjë mesazh shkurtër për gjithë ata që na shohin dhe ndoshta kanë filluar të shohin probleme në të pamurit. Po, ato që e tha më herët, pra çdo kush në këtë moshë është pak më të shtyrë të bëjë një kontroll të oftalmologu, për ata që kanë diabet, gjithsesi, është minimum, unë kryesisht fusha ime e punës është puna me pacient me diabet, që është një punë e rëndë, për shkak se të ne ende ka përmirësime, po ende kujdesi për të diabetiket është nuk kontrollimi në nivel të kënaqshëm, dhe janë shumë gjendje të rënda edhe për punë edhe për operim, e kjo pjesa e kataraktës është më lehtësuese se ajo t'jep korajot për me punu, t'jep pak vullnet, është punë më e lehtë krahasim me këtë. Po, them, personat me diabet gjithsesi një herë në vit, pa marrë parasysh nuk kanë ndryshime në sy, duhet të bëjnë një konsultë oftalmologu, i përmendëm grup moshët ku duhet të bëjnë edhe gjithë ne të bëjnë një konsult nëse nuk ka qenë një kohë gjatë. Vetëm të lidhem me ato që e tha që është vërtet në kohën tonë, në periudën, lifespan të jetës sonë, për një kohë kaq shkurt të ndronë është bërë një revolucion i madh në oftalmologji, dhe tani me inteligjencë artificiale që po i përcellim edhe në kongrese që ka, është e frikshme se sa shpejt mund të ndronë edhe të përparon, po shpresoj që për të mirë dhe për të teknologjia është duke avansuar me hapa të mëdhenj, të shpejt, po neve që në mbetet të bëjë një konsult të oftalmologu për çdo të pengesë në sy. Dhe prandaj ju kemi juve këtu të specializuar në këtë fushë që t'na i bartni gjitha këto mundësi edhe ti mund t'i kemi edhe në vendin tonë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e studios sonë. Faleminderit për ftesën.